John Goldsworth, Interlude, Behari i vogël i një Forsythi, pjesa e parë. Ditën e fundit të majit të vitit 1892, rreth orës 6 të mbrëmjes, plaku Xholion Forsyth që ulur e porrinte në lisin që ishte përpara terracës së shtëpisë së tij në Robin Hill. Priste ta pickonin harrjet dhe pastaj të ngrihej e ta linte bukurinë e asaj dite. Dora e tij e hollë e zeshkët, u bini në sy damaret mavi, mbante bishtin i një puroje në gishtrinë e hequr me thonjë të gjatë. Thonjë të thepët e të lëmuar që i mbante që në kohën e fillimit të mbretërimit të Viktorias, kur shenja e delikatesës më të stërholluar ishte të mos prekurit e asgjëje, qoftë edhe me majat e gishtrinëve. Kapela e vjetër dhe e murr me Panama ja mbronte ballin e kërcyer, mustaqet e mëdha të thinjura, faqet e hequra dhe mjekrën e gjatë të hollë nga rrezet e diellit që ishte më të përënduar. Rrinte këmbë mbi këmbë. Në gjithë qëndrimin e tij vihej re një prehje dhe një farë elegance. Elegance një plaku i cili çdo mëngjes i hillte kolonjë shamisë së tij të mëndafsht. Të këmbët e tij që shtrir një qen leshatak i murm me pulla të bardha që hiqej si po me Marian. Qeni Baltazar, midis të cilit dhe plaku Xholion, armiqësia e parë me kalimin e viteve që shndrruar në dashuri të madhe. Pranë karrigës së plakut që një kun, dhe në kun ishte ulur një nga kukullat e hollit që e quanin Alisa Budallaçia, me trupin të përkullur të këmbët dhe me hundën të futur të fusta e zezë. Kukullën nuk e kishin kurrë me sy të mirë, prandaj se prishte as pak punë si rrinte ajo. Poshtë lisit të moçëm, lëndina zbriste të pjetë faqes së kodrinës dhe shtrihej gjerë të fjerishta dhe pastaj fillonte lualli, që zbriste gjerë të pellgu, të koria, tek ajo panoramë e bukur e shquar të cilën Suithin Forsythi e kishte soditur 5 vjet më parë po nga Ivan, kur rrinte tani plaku Xholion, atë ditë që kishte ardhur atje me Irenën për të parë shtëpinë. Plaku Xholion kishte dëgjuar se çtrimëri kishte bërë i vëllai, për atë shëtitjen që kishte bërë buj në bursën e Forsythëve. Suithini. Ai kishte vdekur nëntorin e kaluar pa i mbushur as të 80-tat, duke përtërirë kështu dyshimin në pavdekësinë e Forsythëve, dyshim që kishte lindur tek ata ditën që kishte vdekur Tezeni. Kishte vdekur duke lënë plakun Xholion dhe Jamesin, Rogerin dhe Nikollën e Timotin, Julin, Hesterin, Suzenin. Dhe plaku Xholion thoshte me vete, 85 vjeç. Dhe as që i ndjej fare vitet, veç kur mos mbon këtu. Zuri të sjell nërmend të kaluarën. Ai nuk e ndjente më peshën e viteve që ditën që kishte blerë shtëpi në gurzesë së nipit të tij Soms dhe që vendosur atje në Robin Hill 3 vjet më parë. Plaku Xholion i dukej sikur përtërihej sa herë që vinte pranvera, sepse jetonte jashtë qytetit me të birin, me nipin dhe me të mbesat, me Gjunin dhe me të veçlit e martesës së dytë me Xhollin e Hollin, sepse jetonte atje larg zhurmës së Londrës dhe kakarisjes së bursës së Forsythëve. Nuk marrte më pjesë në mbledhjet e këshillave administrative, jetonte në një atmosferë të këndshme, në të cilën në vend që të punonte, luante, rregullonte, zbukuronte shtëpinë, si dhe të 20 akra tokë që kishte përreth, dhe u aplotësonte dëshirat e tekat Hollit e Xhollit. Të gjitha plagët që i kishin lënduar zemrën gjatë asaj historie tragjike të Gjunit, Somsit, gruas të tij Irenës dhe Bostinit të shkret, tani qenë mbyllur. Edhe vetë Gjuni e kishte flakur tej melankolinë si dëshmonte për këtë udhëtimi që ishte duke bërë tani nëpër Spanjë, bashkë me Anë dhe me Njerkën. Një paqe e jashtëzakonshme kishte filluar të mbretëronte në shtëpi pas largimit të tyre. Atje plaku Xholion e ndjente veten shumë mirë, por megjithatë shtëpia i dukej e zbrazët, sepse nuk e kishte të birin pranë. Joe, që tani për te prehja dhe gazi i zemrës.
djali dashur, por gratë dhe ato më të mirat të cingërisnin nervat në qoftë se nuk ishin arritur gjerë me atë pikë sa të prishnin mendjen. Atje larg u dëgjua kënga e qyqes. Një pëllum guguroi nga villi i parë që ishte në fush dhe sa shumë kishin birë luleshqerra dhe zhabinat pas kositjes së fundit. Era kishte filluar të frynte nga jugperëndimi, një erë e këndshme, plot shije. Plaku Xholion ngriti kapelën në majë të kokës dhe atë çast rrezet e diellit i rante mjekrave të faqet. Për çudi, atë ditë ja donte zemra të kishte një njeri pranë. Ja kishte ënda të shikonte një fytyrë të bukur. Njerëzia vejnë me mendje se plaku s'ka nevojë për asgjë. Dhe me atë filozofin jo prej forsajti që ishte gjithmonë në shpirtin e tij, ai mendonte: ne s'kënaqemi kur me atë që kemi, edhe atëherë kur jemi një këmbë në varr, dëshiron diçka. Këtu larg qytetit, larg andrallave të jetës, fëmijët të fëmijës, lulet, drurët, zogjt e pronës së tij të vogël dhe sidomos dielli, hëna dhe yjet si për tyre thoshin: hapu sezam. Çdo ditë e çdo natë. Dhe sezami që hapur, po se sa që hapur atë plaku Xholion nuk e dinte. Ai kishte ndier gjithmonë në shpirtin e tij ushëtimen e asaj që tani e quani natyrë. Sinqerisht, e kishte ndier pothuaj me gjithë shpirt, ndonse e kishte quajtur gjithmonë perëndimin e diellit perëndim dielli dhe panoramen panoram, sa do thellë që mund ta kishin tronditur. Por sot ai e ndjente kaq shumë natyrën, sa ajo i shkaktonte si një sëmbim në zemër. Çdo ditë, ato ditë të qeta plot diell që sa vinin po zgjateshin, me dorën e hollit në dorën e tij dhe përpara me qenin Baltazar që kërkonte gjithmonë diçka për tokë dhe nuk e gjente kurrë, plaku Xholion endej duke vështruar trëndafila që çelnin, kokrat e pemëve që piqeshin për mimure, rrezet e diellit që binin të gjethet e lisit dhe të filizat e reja në korije, duke vështruar si hapeshin dhe shnrinin gjethet e zambakëve të ujit dhe si vezullonte si argjend gruri i ri në ngastrën e vet më të mbjellë. Duke dëgjuar gargujt dhe lauresha dhe lopët alderni që përtypnin ushqimin e tullnin ngadalë bishtin me xhufk. Dhe çdo ditë mallëngjehej nga dashuria që kishte për të gjitha këto, duke ndier ndoshta thellë në zemër se nuk i kishin mbetur më dhe shumë ditë të bukura si këto për të shijuar një lumturi të tillë. Kur mendonte se një ditë, ndoshta brenda 10 vjetëve, ndoshta brenda 5 vjetëve, do të ndohej nga kjo botë para se t'i kishin shterrur fuqitë e dashurisë, i dukej se i bëhej një padrejtësi që e arresonte horizontin. Dhe sikur të kishte diçka pas kësaj jete, ajo nuk do të ishte çka i dëshironte zemra e tij. Nuk do të ishte Robin Hill, lulet, zogjt, edhe fytyrat e bukura, të cilat edhe tani i shihte fort rrallë rreth rrotull. Me kalimin e viteve, atij që shtuar neveria për gjëra të rreme, fanatizmi që ishte diçka e modës për të rreth viteve 60 të shekullit të kaluar, ashtu siç ishin të modës baseta që kishte lënë në djalëri, që zhdukur që kurrë, duke e lënë atë tani se të mahnitur vetëm përpara 3 gjërave: bukurisë, ndershmërisë dhe ndjenjës së pronës. Dhe mbi këto vinte bukurinë. Ai kishte treguar gjithmonë interesim për shumë gjëra, dhe gazetën The Times e lexonte edhe tani, por mund ta linte me një anë në çdo çast nëse dëgjonte këngën e mëllenjës. Sidoqoftë, njeriu lollej nga ndershmëria dhe nga prona, kurse mëllenja dhe perëndimet e diellit nuk e lollnin kurrë, por i ndillnin një ndjenjë të shqetësuar që e bënte të mendohej se nuk do t'i gëzonte dot ashtu si ja donte zemra. Duke vështruar shkëlqimin e qetë të çasteve të para të mbrëmjes dhe lulet e vogla të bardha të arta të Londinës, i erdhi një mendim. Kjo kohë qesi muzika Orfeut, të cilën e kishte dëgjuar disa ditë më parë në Covent Garden, një operë e bukur, jo si Meyerbeeri, as edhe si Mozarti, por në gjininë e saj ndoshta edhe më e bukur. Atje kishte diçka klasike dhe të shekullit të artë, të pastër e plotësie, dhe Ravoli këndonte pothuajsi në kohrat e dikurshme.
këto ishin fjalët më të mira që mund të thoshte ai kur lavdëronte. Dëshira e zjarrt e Orfeut për bukurinë që po humbiste, për të dashurin e tij që po zbriste në Hades, ashtu siç iki në jetë dashuria dhe bukuria, ajo dëshirë e zjarrt që këndonte e dridhej përmes muzikës së artë, lëvrinte atë mbrëmje gjithashtu në bukurinë e ngjashme të botës. Dhe me majën e këpucës që e kishte tabanin prej tape dhe anet me llastika, preku pa dashur ijen e qenit Baltazar, i cili u zgjua nga gjumi dhe nisi të kërkoj pleshtat sepse megjithse e manin pastër, atij si mushej mendja që s'kishte pleshta. Kur marrë këtë punë, fshiu vendin që e kishte fërkuar pas pulpës së zotërisë dhe naje prap me mjekrën të pështetur të këpuca që e kishte shqetësuar. Dhe pa prit mas plaku Xholion ju kujtua diçka. Ajo fytyrë që kishte parë 3 javë të shkuara në oper. Irena, e shoqja e nipit të tij të dashur Soms, e atij pronari. Megjithse nuk e kishte takuar që ditën e asaj pritjeje që kishte dhënë në shtëpinë e tij në Stanhope Gate, me rastin e fejesës o kurzejës të mbesës John me fatësion Bosini, atij i që kujtuar për një herë kjo fytyrë, sepse një fytyrë aq e bukur nuk harrohej kurrë. Pas vdekjes së Bosinit, ajo kishte qenë dashnore e tij dhe për këtë e kishte nçortuar. Plaku Xholion kishte dëgjuar se Irena e kishte lënë Somsin me një herë. Vetëm një Zot e dinte se ç'bënte ajo që prej asaj dite. Profili i saj në radhën e parë plates ishte gjëja e vetme që i kujtonte atij gjatë këtyre 3 viteve se ajo ishte ende e gjallë. Askush nuk fliste për të. Megjithatë, Joe i kishte thënë atij diçka një herë, diçka që e kishte tronditur shumë plakun Xholion. Plaku Xholion besonte se këtë lajm Joe e kishte mësuar nga George Forsythi, i cili e kishte parë Bosinin në mes të mjegullës atë natë që e kishte shkelur omnibusi. Lajm që shpjegonte dëshpërimin e madh të Bosinit, një sjellje e Somsit kundrejt së shoqes, një sjellje e poshtër. Joe e kishte parë vetë Irenën pa atë mbrëmje, siç e hapur lajmi i aksidentit, e kishte parë vetëm një çast, dhe fjalët që kishte thënë i kishin mbetur në mendje plakut Xholion. E shkret dhe e humbur. E kishte quajtur ai Irenën, dhe të nesër gjuni i kishte mposhtur ndjenjat e saj dhe kishte vajtur atje. Shëptoja e Irenës, me lot në sy, i kishte thënë se zonja kishte ikur nga shtëpia dhe që zhdukur. Një ngjarje tragjike. Një gjë ishte e sigurt, Somsi nuk kishte qenë i Zotit ta prekte prap me dorë. Tani ai jetonte në Brighton dhe shkonte e vinte me tren nga Londra në Brighton. Po mirë t'i bëhej pronarit, sepse në qoftë se plaku Xholion merrte me sy të keq ndonjë njeri, ashtu siç kishte marrë të nipin, nuk ishte e mundur ta donte pastaj. I kujtoi ende sa të lehtësuar e kishte ndjerë veten kur kishte marrë vesh lajmin e zhdukjes së Irenës. I sëmbonte në zemër kur mendonte se ajo që mbyllur si në burg, në atë shtëpi ku që kthyer. Kur e kishte parë Joe ku që kthyer për një çast si kafsha e plagosur që kthehet në strofkën e saj, pasi kishte lexuar rrugës në gazetë lajmin e vdekjes tragjike të një arkitekti. Kur e kishte parë atë natë në teatr, fytyra e Irenës i kishte bërë një përshtypje të thellë plakut Xholion, sepse ajo i që dukur më e bukur se që kujtohej, por si një mask nën të cilën jetonte diçka. Qende një grua e re, ndoshta 28 vjeçe. Sigurisht që tani ajo kishte zënë ndonjë dashnor tjetër, por në këtë mendim tepër të guximshëm e shkatërrimtar, sepse gratë e martuara nuk duhet të bien në dashuri, edhe një herë dhe shumë e kanë, ai ngriti këmbën dhe bashkë me këmbën u ngrit dhe koka e qenit Baltazar. Qeni i zgjuar u çua më këmbë dhe e veshtroi plakun Xholion në sy. Të ecim, dukej sikur e pyeste ai. Dhe plaku Xholion ju përgjigj, shkoj mik i dashur. Ngadalë, ashtu siç e kishin zakon, kaluan përmes fluallit plot me zhabina luleshqerra dhe hyn në Fierisht. Ky truall i vogël ku tani pothuaj nuk mbinte asgjë, ishte lënë në nivelin e lëndinës së parë, në mënyrë që të ngrihej përsëri në nivelin e lëndinës tjetër dhe të linte përshtypjen e diçkaje të çrregullt,
gjë që është me rëndësi në mirëmbajtjen e kopshteve. Gurët dhe pirgjet me dhej të këtij trualli i pëlqenin shumë Xhanit Baltazar, i cili nganjëherë gjante atje ndonjë urrith. Plaku Xholion e kishte si për detyrë t'i binte mes përmes këtij trualli, sepse ndonse nuk qej bukur, një ditë do t'ishte dhe mendonte shpesh. Duhet thres verrin të vije ta rregulloj. Ai është më i mirë se biçi. Edhe bimët ashtu si shtëpi dhe smundjet e njerëzve kërkojnë kujdesin e ekspertëve. Atje kishte plot kërminj dhe kur vente atje me nipin e me mesen, Plaku Xholion tregonte një kërmill dhe u thoshte historinë e një djalit të vogël që i kishte thënë nënës: a kanë këmbë kumbullat? Jo, voglushim. Atëherë pas kam gëlltitur një kërmill. Dhe kur nipi bashkë me mbesen ja kapnin dorën duke përftyruar se si shkonte kërmillit atë pjet grykës së djalit të vogël, Plaku Xholion i shkërptinin syt. Si kaloi përmes fjerishtës, Plaku Xholion hapi trinën nga hyrja në luallin e parë që ishte i madh dhe i sistemuar në formë parku, ku vendi rrethuar me tulla të kuqe shërbente për rritjen e perimeve.